unë studioj mjekësi të përgjithshme në Universitetin e Prishtinës, edhe pse kom zgjedhë këto ka qenë shumë spontane dhe shumë e vetëdijshme për mua, për shkak se prej kur jam qenë fëmijë, kam dashur me tjerëve. Për shembull kur na qenë shumë vogla dhe kena luajtur me shoqe, na njëra u vra diçka, jo mundu me na gjete me diçka, veç më ja lecuat dhimbjen. Çfarë rëndësie ka mjekësia, besoj është shumë e vrapshme për shkak se mjekësia është një prej fushave kryesore të një shteti. Unë besoj që në tarmën kam bëu shumë për mjekësinë, kam bëu shumë për shëndetin publik mas pari, për shëndetin që nashta është tabu për më fol në shoqërinë tonë, edhe mendoj që kam qenë një zor shumë i arsyeshëm për të ardhmen. Ndoshta pse kam fituar bursën ka qenë origjinaliteti jam gjatë intervistës, për shkak se jam qenë shumë spontane, as nuk i kam lexuar pyetjet se çka kanë më parashtruar ata, por veç kam shku që hej, unë jam Erza, unë kam i thonë çto sa në çka ata më pyesin, kam qenë çaja që jam, edhe nuk kam me shpik kur gjë, nuk kam me lulu kur gjë, kam qenë çaja që jam për një. Po ashtu edhe pjesa e vullnetarizmit, besoj që ka rrit shumë punë, për shkak se ata e kanë pas si pikë kyçe vullnetarizmin të kaluar nëse edhe në tashmen, unë jam qenë shumë vullnetare kur jam qenë edhe në shkollë të mesme, shkollë fillore, po edhe në fakultet. Besoj që këto janë kombinuar dhe kanë qitë bursiste. Arsyeja kryesore pse mendoj që është mirë mu merr me punë vullnetare është për shkak se e gjen atë empatinë që nashta nuk e ke ditë kot që e ke veten tënde. I gjen do momente që do ndjenja që më herët nuk ke pas kur mundësi mi përjetu, edhe besoj që secili prej neve do të mirë me punë vullnetare se një buzëqeshje që e jep dikona për ty ka më qenë shok. Mundohuni më qenë sa më kreativ, mundohuni më qenë vetvetja gjithmonë, mos u influenconi shumë prej rrjeteve sociale, mundohuni me shpik diçka që veç është e juaja, domethënë të identifikon ty në të ardhmen. Mundohuni me pas shumë shoqëni, me ndihmu tjerëve sa më shumë, edhe me shumë pak që mundi me bëu për veten, mendoni edhe për tjerët.